Kjo dëshirë dhe ky entuziazëm për të ndryshuar këtë realitet tregon se akoma ka shpresë, se qytetarët përtej çdo dhune, presioni, kanë zgjedhur të mos përkulen, por të qëndrojnë me dinjitet parimeve dhe vlerave që askush më mirë se Shkodra nuk i përfaqëson. Le të vazhdojmë të shohim përpara me optimizëm, me bindjen e plotë se me 11 maj do të jetë një start i ri, një fillim i ri për Shkodrën dhe për mbarë Shqipërinë. Fillimi i shpresës. Le të bahemi fryma e vërtetë e ndryshimit që kërkon gjithë Shqipëria. Le të bahemi promotor të kësaj fitore të jashtëzakonshme që na pret me 11 maj. Të thrasim të na bashkohen çdo qytetar i lirë i këtij vendi, t'i kthejmë dignitetin edhe atyre socialistëve që po ashtu si ne vujnë, sepse vetëm një grusht i vogël njerëzish rreth pushtetit sot mund të njihen mirë. Por pjesa më e madhe dhe socialistëve vujnë po një lloj si ne, varfrinë, pasigurinë, mungesën e shëndetësisë, të arsimit etj. Le t'i kërkojmë edhe atyre që çdo qytetar i të ndershëm të na bashkohet në rrugtimin ton drejt fitores së sigurt të 11 majit.